e marrim këtë aloe verën. Po. Edhe e presim në mes, ja qëroj manët më përpara, e presim, unë kam marrë një kështu që është si me dhëmë sa këtu që ta... Për t'i marrë atë masën e brëndshme. Po. Që të dalë si lëng kjo. Okej. Edhe kjo trio përmirëson shumë shëndetin e fytyrës. Okej. Ja, një minut. Çdo gjë me aloe vera është e mirë për lëkurën, për gjithësi. Me antibakteriale që ka, çaj i zi dhe mjalti, duke u kombinuar me efektet antiinflamatore që ka. Tani, Gjelida e mendje, çaj e shila për çaj i zi. E pra se. Aloe vera, bëjnë çuditëra, okay? Ashtu bëjnë. Tani çaj i zi apo çaj e shil, se ngatrove prap. Çaj jeshil am thonë. Jeshil. Po dhe se morëm çaj të zi nuk bëjmë keq, po është për zgjimin e lëkurës. Po, tashit hedhim mjaltin. Po. Një lugë mjalt e hodha në lugë plastike, Okej. që mos ju mbas ato vlerat. Po. Okej, Dhe prezent. këtë masën na trego pak, në rast se ne e përgatisim sot e përdorim vetëm sot për lëkurën apo mund edhe ta ruajmë për pak ditë? Çfarë na sugjeron? Kjo përgatitet, do me thënë, është shumë pak që përgatitet, nuk është nevoja që ta, kështu më mirë është ta përgatitësh fresh. Tani Gjeni, këtë masën që ne bëm me mjalt, aloe vera dhe çaj jeshil, e përzejmë, kullojmë dhe pastaj aplikojmë në fytyrë. E mbajmë për sa minuta? E mbajmë 15-20, e shumta 30 minuta. E shumta 30 minuta dhe pastaj shplajmë fytyrën. Para se ta përdorin këtë maskë, duhet të lajnë mirë fytyrën, e përdorin maskën, e lëm 15 dhe në 20 minuta, e shumta 30 minuta, pastaj e lajnë me ujë të ngrohtë, edhe përdorin ndonjë krem. Hidratant. Po, të hidratojnë fytyrën. Okej, çfarë tjetër do bëjmë se kemi kohë për fat të mirë? Më duket se dhe regjia na e konfirmon. Doni ju që unë ta aplikoj këtë në fytyra, po nuk është Po tani bukur do ishte ta shikonim të aplikoje. Do dukem një çik kështu si ashtu po. Jo, ti. Okej, do ta aplikoj në gjysmën e fytyrës, okej? Mirë, që në gjysmë tjetër të aplikosh tjetër, se fundja maskat për të aplikuar janë. Gjeni ti, çfarë do të bësh duke shumë e bukur?